Jemi në lagjen Drënovec, ku me zotëriun që dje jemi në komunikim për shkak të një skandali i cili i ka ndodhur me djalin e tij 27 vjeçar, i cili ka kthyer krahun, fillimisht janë drejtuar në spitalin e Tetovës. Këtu për shkak të tenderit që ishte problematik në spitalin e Tetovës nuk ka materiale dhe do t'ju vinë ditëve në vazhdim, por nuk ka mundur që ta operojnë djalin me krahun e thyer, e kanë drejtuar drejt tek spitali i shtetit Nën Tereza. Atje shkuat te spitali i shtetit me urgjencë. Po, shkuam atje edhe tha këta nuk ka vend, salla është tu lig, tu rregullu, s'ka mundësi këta, shkojnë në tjetër spital. Pra, pacienti në gjendje urgjente me udhëzim nga spitali i Tetovës nuk pranohet në spitalin shtetëror Nën Tereza se arsyetimi është komplet banal se salla lyhet, renovohet, po ka sa pas salla tjera të cilat janë funksionale dhe pacienti është lëshuar në gjendje alarmante për shëndetin e tij, me dhimbje të tmerrshme dhe kanë drejtuar drejt te spitali 11 shtatori. Po, edhe atje shkuam për shembull, këta tha nuk ka dhoma ku traje pacienti, pi operimit s'ka dhoma, dohet me prejt ma pak të 2 javë, a pacienti veç kishe dhimbje të madhe, edhe ne u revoltuam për shembull pi situatës, ato në vend që na ndihmojnë napën ndihmë, thërën policinë. Pra, në moment që ju keni shpreh revolt, Po, në spitalin 11 shtatori vjen policia. vjen policia. Edhe? Edhe s'kishin, ne u tham policëve që ne nuk kina fajt, gërkojmë me det. Po, çka të bëjmë, edhe policët s'kishin çka të bëjnë. A morën masa diçka nga ju? A be morën masa, ato s'kishin çka të bëjmë, për shembull e panë që ne nuk kina faj. Sigurisht që nuk keni faj. Nuk kina faj, ne gërkojshmi me det ku të gjajmë, a gje nuk na mirëshin dorë absolut, e ne qumë djalin në Sistina. Edhe dërgojnë djalin në një spital privat. Deri në këtë moment, përpara se ta nxezim kamerën, më tha që shumë pacient tjerë prisnin. Po, pritshin, pi Dobroshti dili tha njëni unë e pres që 5 ditë nënën ta operojnë, noshe thaj me kamën diçka, tha pres ta operojnë, tha këta nuk s'ka me djetë veç Zotin në ndihmoft. Pra në spitalin e shtetit, në repartin e ortopedisë, gjendja është alarmante, vazhdimisht po alarmohet për situatën e cilën është në këtë repart. Atje njerëzit me fraktura në këmbë, në duar, në të gjithë trupin e shtratrit, presin me javë të tëra për shkak të arsyetimeve banale, të cilat nuk guxojnë të jenë në një spital shteti, në një klinik, në cilën thuhet se pacientët në gjendjen më të rëndë duhet të shkojnë të drejtohen atje. A ne pagujmë fondin, për shembull për gjithë çato paguajmë gjëja, sigurimin shëndetësor. sigurimin për çato gjëja, për çat moment të tash duhet unë të paguaj në Sistina 10.000 euro. Katastrofë është. Mjerim për popullin. Mjerim për popullin. Pra këtij pacienti është dashur hiç më shumë 24 orë që të gjej derman për dhimbjet e tija të vazhdueshme. Po, ç'është ka ndodhur. Edhe atë në spital privat, sepse spitali shtetëror nuk ja ka ofruar të njëjtën. Në Tetovë ja dhanë ndihmën për shembull, i dhanë një xhelpan pak të asoj, a në spitalin në Shkup ndihmë parë nuk i kanë dhanë. Pra do të thonë në klinik nuk i dhanë as pak ndihmë të parë. Jo, nuk i dhanë kur gja atje. Në Shkup kur gja hiç, berëm një ndihmë, një infuzia diçka, kur gja hiç. A dolën kur trokitët? A dolën më njëherë? Jo, mëre, farë dalë me më njëherë, rishin në përzira, si me s'noth kur gja. Pas sa kohë dolën? Kanë dalë mas një ore. Hiç, si kur gja me nuk noth. Lusim. Pacienti, nuk, absolut. Me rastet e 2 vdekjeve të një pas njëshme që kemi në spitalin e Tetovës, rasteve alarmante të cilat vazhdimisht raportohen në Pazazur, lusim ministrin që përfundimisht ta jep një shpjegim. Kjo nuk është, siç the parës, në favor të asnjë lloj partie politike, kjo nuk është politik, me që jemi në situatë të zgjedhjeve, kjo nuk ka të bëjë me politikën, kjo ka të bëjë me të drejtën themelore të çdo njeriu për të marrë shërbimin shëndetësor në momentin e duhur, në urgjencën e tij. Ka që kisha. Faleminderit që e ndajte me ne. Okej.